A është normale të nisë një sezon artistik me një shfaqje rivënie? Kjo pyetje, e cila as nuk do të shtrojë në teatrot e njohur botror, nuk vjen për teatrin ton kombëtar. Tashmë prej një jave, një prej institucioneve më të rëndësishme të kulturës në vend, ka çelur dyert për publikun, por duke zgjedhur t'ia nisë me Shtrigat e Salemit të Millerit, dramë e cila mbylli në fakt sezonin që lan pas. Por Kristaj Skrami justifikon këtë rivënie me suksesin e veprës në regjinë e Spirodunit për të vijuar më vonë me premierat e jo që në fillim. Ne duke gjykuar që Shtrigat e Salemit arriti që në shfaqjen e saj të 16 ishte me sallën plot. Dhe duke patur parasysh kërkesat e shumta që kemi patur për të parë këtë shfaqje nga spektator, menduam që të nisë sezoni i ri me Shtrigat e Salemit. Agenda e teatrit të paktën deri në muajin dhjetor duket se do të ofrojë vetëm 2 premiera, kur flasim për sallën e madhe të institucionit, një pjesë amerikane dhe një britanike, e cila rikthen në këtë skenë Ndriçim Xhepën. 2 do të jenë premierat e reja. Ndërkohë që shumë shpejt unë do të bëj publik edhe kalendarin për 2012-ën. Por çfarë do të prezantojë tjetër ky institucion? 5 aktorë në regjinë e Vasian Lamit sjellin këtë të njëjtë koncertin poetik kushtuar 100 vjetorit të lindjes së Migjenit. Duam të krijojmë një atmosferë të krijimtarisë së Migjenit. Natyrisht është të gjitha poezitë e tij janë shumë emotive, shumë të ndjera, kanë dhimbje, kanë protest, kanë forcë. Do të jetë Ylka Mujo, Fatos Sela, Bojara Sjeriu, Suela Konjari, Dritan Boriçi, edhe unë do lexoj diçka. Pas Migjenit do të jem poezitë e Dritë Roagollit, ato që do të prezantojnë në skenën e teatrit kombëtar, një mbrëmje poetike kushtuar 80 vjetorit të lindjes së shkrimtarit.